që mos përçajeni të flasin në mikrofon. Ata që janë po mikrofonit më këtu të dëgjojnë mikrofonin. Ju lutem jo përçaje. Rama mbun për Elisha mbun.
Por do flasim 5 personalitetet nga fuqja e shkencës, arsimit, kulturës e visit. Pastaj, qëllimja e qytetarët, sos në mbanë qëllime gjata, analu nga kese të panumërta, që vë sa më pak qëllime, po vetëm slogane, paruna dhe një kërkes të vetme, do heqe, do heqe, do heqe, do heqe. Do heqe, do heqe, do heqe, do heqe, do heqe. Pastaj, pas qëllime dhe shumë qëllima, Sheshi është i qytetarëve. Ushtari demokraci, në qenë, në pace, në shkollë, në jake, në dorë, në rrugën e Shqipërisë. Dhe mos harroni, me datën e të gjithë shqiptarët e tjera periode, Macedonia, Malezi, Kosova, Vera, Shkodra, Tirana, të gjithë tu, me të bëni një shqiptar, për të bëni gjë. Po eshe e anti-shqiptarit për në që ka me historia politike, Edi Ramës. Do heqe, do heqe, do heqe, do heqe, do heqe, do heqe, do heqe. Lezër dhe nërtra, në mutër, sot e një qitë në qëllim të bashkët, vetëm një mos të bashkët e një qitë sot, pa dalim partjake, nuk ka rëndësi se qëfar votojnë në kutire votimit, nëse jemi të majtë, nëse jemi të pjatë, nëse kemi pjesimit të ndryshme. Një qita, ne jemi shqiptarë, pini dhe masacit e qetë ka sreshke në neve. Jemi qitë vezën e motra, sa më të nërajnë në militetin. Nuk kemi asgjë me militantët e partide, nuk kemi asgjë se se janë ata vezën e motra tanë. Por tu nuk i duam të marrë mikrofonin, as kërëtarët e partide, e as deputetet, e as politikanët që janë fajtorët e legjende në cilën në Shqipëria. Rama Kurbe Ishangur, Rama Kurbe Ishangur, Rama Kurbe Ishangur, Rama Kurbe Ishangur. Televizje, nuk së kanë vetëm gatimin mirë nga pushtetit dhe 2 personave që ka mbajtur perin Shqipërinë. Kjo lëvizje e synon hapjen e sistemit, shirimin e mënyrë pozitive të tonë shqiptarë. Ndaj, i përthirje këtu, diasporës, shqiptarëve të do të janë, sepse e tim që kanë sëndeve shqiptu nga ky shesh. Të vinë, dhe mos vinë për pushime, po vinë të marrin pjesë në këtë protestë, por të arritur mirë në çmirimin e Shqipërisë nga kjo horë, nga ta kusar që kanë zhvatur Shqipërinë, janë e nëmëruar, të gjithë ka aktivime në nga fundin në gjithë e tyre. Sot Shqipëria ka nevojë për të rinjtë, ka nevojë për të reja, ka nevojë për studentët. Kjo është një lëvizje e mrekullueshme. Mjafton të shkojnë në rrugën e Shqipërisë, në rrugën e Tiranës, në kontroll. Në çdo qytet të Shqipërisë ka një protestë. Ndaj, ju lutem, çdo të hënë dhe në nomente, të gjithë të protestojnë në bashkitë e tyre. Ama aty dhe me shtunë të jetë të gjithë tu në Tiranë. Kjo lëvizje nuk ka frymzuar vetëm shqiptarët. Kjo lëvizje ka frymzuar botën demokratike. Janë të gjithë gazetat e huaja, jo politische media që flasin për te. Hapin social media me Flamingo Revolution. Kjo është lëvizja më emancipuese e popullit shqiptar në 36 vjet histori. Kjo është lëvizja më e bukur. Nga i lutem, të ruajmë qetësinë, mos na prishin të mrekullit që përndon populli shqiptar. Është një energji që është jashtëzakonshme. Kur të marrën 5 fjalime të cilët grupet e zyrtare ka parë të asyshme që janë vindaç, fusha e shkencës, teatrit, kulturës, ne çdo ditë marrim kërkesa, edhe ti që janë pafund, do doni t'ja jepni fjalët të gjithë ju. Po për arsye sepse keni ndikuar që sheshi do ta marrin në dorë qytetarët me paruna, me slogane, ushtroni demokracinë në të shesh. Viti firma, visi minoriteti, shtoni mish muaj, visi parevisi, të vitë punë çdo ditë. Dhe mos harroni me edhe qeshorë. Është një data më e zakonshme. 120 vjet më parë u mblodh lidhja shqiptare e Prizrenit, shqiptare me Tiratorë, nga Veriu me Jug, nga
qenë të amën e të tyre. Shqipëria e qytetave, jo tradhtave. Shqipëria e qytetave, jo tradhtave. Shqipëria e qytetave, jo tradhtave. Atëherë do të janë një super artiste që ka mbështetur çdo vit protestën tonë. Është një artiste e mrekullueshme sepse me shpirt dhe me zemër është këtu, jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe fizikisht. Do të jap fjalën e Dona Metës. Dona. Jeni absolutisht njerëz të frymëzues që kam parë ndonjëherë dhe jeni shpresa e një Shqipërie të re. Fjalë zemre, fjalë shpirti. Atëherë, votohet të pasë në mbaj fjallën Goci Rallës dhe një të projektile. Ju lutem, qetësi, jemi gjithë për një qëllim përbashkët. Tu nuk ka përçarje, ju lutem jo koreve raciste. Tu jemi për një qëllim përbashkët për të rëzuar teqja ku ka okupuar godinat e popullit shqiptar. Sot do kemi pak fjallime. Kjo sepse kanë ardhur kërkesa të jashtëzakonshme që ketë sa më pak fjalime në mos ngjajmë me mitinget e partive. Dhe atë lutesha, kisha mirë kuptimin tuaj, do të kemi tesh, feste partik, dhe pastaj secili është i mirë, të decentralizuar, të flas, të ushtroj, të thotë fire, parulla, është i mirë totalisht. Po, pasi do të jap fjalën një studenti ekscelence, është inxhinier i shkëlqyer në Gjermani, inxhinier Teskes, ka një mesazh për studentët shqiptar. Përshëndetje Shqipëria e Flamingo! Ne kërëjëm të përqishë me protestash, pasta e korruptuar politike e kuftoj se ka ardhur fundi! Kjo lëvizje pati efekt më njëshëm, sërnecë u shirua dhe zërin popull të të qura! Tani ka ardhur koha që lëvizje në tonë të qatë një shkallë tjetër. I frymëzuar nga ju, kam krijuar të manifest të titulluar Fundi i tranzicionit të Shqipërisë. Ai vazhdon kështu. I bëj thirrje institucioneve të
që të mbrojnë integritetin territorial të Republikës Shqipërisë, sepse po kryen tradhti kombëtare. Ju po i thirrje flotës shqiptare, terroristë bujqave në Barë Atlantiku, të në kursa zani, shqiptar të Atrapos, pasi vendi po hitë gjëndi Gaza Kozja. Ju po i thirrje shmatën për kërës të hetojnë në mënyrë të pavarur Edi Ramën për çdo ndikim politik, ekonomik apo administrativ mbi përdorimin e pasurive publike në zonave strategjike, përfshirë Sazani dhe Zvërneci. Veprimet e deklaratat e këtij njeriu janë të nivelit të Sant Pasos. Pasu, duhet të dojnë Sali Berisha e familja ti të hapen dosje që lidhen me statusin e tyre non grata nga SBA-ja, partneri ynë më i madh strategjik. Që të shërojnë Shqipërinë në 1920 dhe shtetin e dytë shqiptar Kosovën. Ky uzurpator, ish sekretar partie, non grata, duhet të lërë postin e opozitës. Opozita është këtu! Shqipëria nuk është shqiptarve, sepse shtëpia shqiptarve është e zotë dhe miku tha, krye përnaqëja, jetë, si më qonë ky. Sipas statit, në 2022 ka nikur plus shqiptar në orë. Ai rrëtret juve delirant. Saliu nga ana tjetër, thot ta qajmë neve Sazani. Unë them se ka ardhur koha që Rama dhe Saliu ta qajmë Verin. Largimi tyre është i panegociueshëm. I pritjes sovranit popullit shqiptar të përvetoj se linë e bandave partjake PSFD, thirrje të qeverisë së krimit dhe të ashtu quajtur opozit që është bashkëpunëtore me të. Populli duhet të protestojë para selimet e tyre dhe spakut ta nxisë institucionin që ndjek pluralisht. Përndryshe, populli shqiptar do ta shohë drejtsinë e re palë me krimin. I prej thirrjes sovranit të mobilizohet dhe të kërkojë krijimin e linjëshëm të një qeverie teknike, apartake, tranzitore, të votuar drejt nga populli. Ministrat dhe ekipet e tyre duhet të jenë lajka e këmbit shqiptar. Shqipëria, tregat dhe diaspora duhet të jenë njerëz profesionistë pa lidhje me partitë aktuale politike. Qeveria tranzitore ka për detyrë të realizojë një vetim politik të plot të çdo politikanit të marrë pandeu, të shpallur non grata ose të tjerë me korrupsionin e krimin. Të japë mbështetje plot spakut e pikës në hetimin e këtyre politikanëve. Të hapë dosje e konkretit, nisë janerit, dosja e vetë, incineratorit, sterilizimi dhe të gjitha kapitët që kanë bërë këta politikanë. Kjo qeveri është të detyruar, qeveria teknike po flas se këta kanë knaqur të zbatojnë integritet të kushtetues shqiptare, të mbrojtje drejtave shqiptarëve të mos ndodhen. Si nevojë, duhet krijojë Ministrinë e Diasporës dhe të Jashtme që do ta presojë drejt për drejt në politikat e saj rikthimin e kombit shqiptar. Kjo ministri duhet krijojë një herë kartën e identitetit për shqiptarët kudo që ndodhen, nga arbreshët e Italisë deri te arbreshët e Ukrainës, gjithandaj ku ndodhen ata. Ata do të krijojnë vendin këtu, s'kanë nevojë të vetë tjerë. Brenda kësaj,
Qeveria transitore patake duhet të lutoj së shpejt të qeveritë korruptuar së shpejt të tjerë dhe do të bjerë pikat e manifestit të ardhur nga mlejt në popull shqiptar që për 1980 vjetës. Sepse kujtojnë ata me ne, në me përse nuk kemi alternativë, ne do të tregojmë vendin. Janë 2 monës të përmendu vetëm për 2 minuta maksimumi, 2 minute. Minuta e përmendu dhe 2 minuta. Pastaj, marshoni, ushtroni demokracinë. Ushtroni demokracinë në sheshe tuaja, marshoni në Politë e Tiranës. Minutën qëtësi. Do barojnë fjalimet e ti që jeni të tensionuar e pastaj marshoni. Unë në klasë të vila aktorë të asot, një në nga premisët e tërkite që larguar nga shkatu qeverit politike të 35 viteve. U bëjnë në fitja të qitë emigrantve, kudo që ndodhe. Sot Shqipëria nga do këtu, për ka jush në mështjetje tuaj. Ate që nuk e të në vota pera dhe ikë nga vëndim, ta bëjmë sot të vinë këtu, jemi me ju, të shqipërim, të shqiptare, ta u në! Duhet të shkojë në kurt dhe privati, ku gjithë e gjithë të popullë që ka kalendisën i të tim. Prandaj, në bëj timje të gjithë shqiptarve, përruaj të cilë të jemi bashkë për Shqipëri. Kjo protest nuk e ka kuj, derisa kuj që është këtu të largore. Faleminderit. Thiri për ditja sport, gjishë Italia sport të vitu me 10 qeshor me rastin e 128 vjetore të lider shqiptar Prizrenit. Prizreni. Ka përnu në 3 fole që lutem për lideri në 2-3 minuta maksimumi dhe pastaj mashoj në rrugët e Tiranës. Përshëndetje. Fjalimi që kisha përgatitur t'i vulloj zona dhe mbrojtura, por më duk shumë i varfër, daj të ta quaj zonat e mbrojtura dhe zonat e mbrojtjes. Zonat e mbrojtura dhe zonat e mbrojtjes, të cilat kanë mbetur të pambrojtura nga qeveria. Dhe kur zonat e mbrojtjes dhe zonat e mbrojtura besin të pambrojtura nga qeveria, ku shikon? Rinira. Rinir e cila sot nuk ka asnjë gram mënsi nga djali i Churchit apo vajza e babanit. Sot në këtë shesh ka ardhur djali i Franit dhe vajza e Pendës. Ka ardhur djali i Bekos dhe vajza e Dimitrit. Ka ardhur djali i Fahriut dhe vajza e Ibrahimit. Fëmijët e Sofronit të Kushtimit për t'i thënë nalë kut Kushtimit.
dërgoj një mesazh të qartë për ambasadorin e BE-s në Tiranë dhe për secilin nga 27 ambasadorët e vendeve të BE-s në Tiranë. Shikojeni këtë vini. Hapeni portën dhe lejeni të fryjë era. Nuk kryen flamingot e vera. Zotëri Rama, anuloj projektin, anuloj gjithë korpusin e ligjeve që kanë shpërndaluar pronën publike, që vështirësojnë daljen tonë në portë dhe bëjnë tokën shqiptare si një unaz lamanti në ca duar, të cilë nga kishtat e cilëve jenë me ordra, otër të pjerë, ripa toke, otër të bombarduar. Zotëri, kishesh të ka thënë qartë. Jetë do leqen. Jetë do leqen e që para se t'japësh do leqen, kërkoj falje. Unë e kishë të në të falje, po në të vazhdo do leqesh. Ka në portë. Do leqe do të jemi një qeveria kryesare e cila do marrë në dorë një reformë shumë të rëndësishme për fatën e vendit. Një reformë bazike, që është reforma zgjedhore e cila do të garantoj garë të babat dhe të ndeshme pas 23 vjet të tranzicion politik. Atëherë, ftoj një eksperte që disi Denisën, e cila bën një punë të shkëlqyer në mbrojtje të natyrës shqiptare, në mbrojtje të mjedisit, në mbrojtje të lumenve. Përshëndetje gjithëve, unë jam Denisa Kasa dhe jam aktiviste mjedisore. Aktiviste mjedisore mbën lumenjtë e Shqipërisë të mbushur me ndetje, petje urbane, industriale, ujërat e zeza të gjithë Tiranës që vazhdojnë të derdhen në lumenjtë. Tani si pjesë e skuadrës së KFD-s kemi një muaj që po merremi me çështjen e Zvërnecit, duke raportuar, duke ju njoftuar për çdo zhvillim që bëhet aty. Në këtë një muaj, edhe me këto protesta të përditshme, kemi parë që kryeministri jo vetëm nuk po i adreson kërkesat dhe kërkesën për ndryshimin e ligjit të vitit 2024 që filloi të coptoj zonat e mbrojtura të Shqipërisë, por të marrë edhe rolin e një agenti shitjesh që vazhdimisht poston për resorte në Greqi, në Maltësi, edhe në Bregdetet të tjera apo në ishët të tjera. Ligji i vitit 2024 për zonat e mbrojtura ka shkatruar jo vetëm Zvërnecin, por edhe shumë zona të tjera, projekte të cilat po bëhen të mundura në përmes të ligjit. Unë kam bërë një listë të disa të këtyre projekteve të cilat kanë ardhur në jetë nga ky ligj dhe disa të tjera të cilat priten të vinë në jetë nga ky ligj. Resorti Baksbej në Lok, Pogradec Marina në pesazhet e mbrojtur në qendrën e Pogradecit, rezidenca Kryen e Drilonit në parkun kombëtar të Drilonit, resorti Manastirit në parkun kombëtar të në parkun kombëtar të Kutrintit, resorti Kitmos në parkun kombëtar të Vjan Karabastak, resorti Valamar në rezervatin natyror Patok Kushkuqe, resorti Golden Koloseo në Vilipoj, resorti Tupagjini në Shëngjin. Janë edhe 2 resorte të tjera të cilat nuk janë të publikuara, por që diskutohen se do marrin jetë, Umea në Novosel edhe New Apollonia në Apollonir. Të gjitha këto resorta po vinë në jetë nga ligji i vitit 2024 për zonat e mbrojtura. Duhet kuptojmë që për të ndërtuar këto resorte duhen marrë pafund materiale nga malet tona, të cilat tani janë të dryera kudo që shkojmë në Shqipëri, i shohim malet tona të dryera dhe shohim kamion që vazhdimisht marrin shumë më shumë materiale për të sjellë për ndërtime. Gjithashtu, këto resorte po zbrazin lumenjtë tonë. Duhet shumë ujë për të mundësuar këto ndërtime, duhet ujë që këto resorte të bëhen funksionale. Njerëz në
Komunitete të ndryshme gjithashtu kanë protestuar edhe për uje. Kujtojmë rastin e Dukatit, të Krajgjasit, edhe të Shushicës, dhe gjithashtu aktivistët e Zaj Gjoqaj. Anulloni ligjin!
I tonët Turqi për para, në mes Turqve, tonët ka shqiptarë në me pa një marë. Kush është shqiptarë me të shqiptarë e pashtuar me me këtu. Edhe, kush e njën vetën patriot në shqiptarë të shqiptarë, e të i të një protest, që ka shqiptarë. Dini që kemi një mëshirë të zakonqe për folën për plas shpirti, për plas zemra. Po ju lutem amigë toni, ne nuk po ikim, jemi këtu në shesh. Okej. Nuk kemi një cikla Afganit të Qike, është e pamundur. Po të jemi këtu çdo ditë deri në rrezimin e qeverisë, deri në rrezimin e Edi Ramës. Atëherë, po bëjmë një parashtim sot para se të vijë Janina me forcë. Pasë tani. Zonja e zakonqme që ka kaluar o 4 minutë dhe ka ardhur në tua apostafatë bashkore të protestës tonë bashkore. Ajo është Eva Buzo. Në pyetjet e Evas do të drejtë kërështë. Bravo. Tani u mbush kupa, me forcë të përtas. Në fakt se nuk jam antorë, nuk kuptoj. Gjithë sa rinia e shpirti po e plas. Rinia e do jetën. Njëri, demokraci, rinia e dhe popli, kudo drejtësi. Policia shkes nisi të me boj, se kryeministri e kontrolë si në doj, po të bolini me shkokë me gaz, po një tim drejtësia, po të tjetë të pas, fita ka shkëmfaqës, fazati zlosur, kurimi këti popull, tani u ka shosur. Tini Morbës, sa në bashkon, se në gjithë në zëjës, në jeshtë për të tonë, nuk ta një pasar, të gjithë në mikron, vede në pasirë, val, a i shikon, o pinoki gjatë, o timon të net, të njështë të tuar në një anës dhe, sa puni për tjatë. Sa puni për tjatë, tonë në ishi, revolta e populli për vitet për dit, filja jo në fundit, i kuram shejtani, shtusit e pranti, nuk të kona tani! Atëre, në pyetjet e Eva Buzës, kërimi për përfaqësuesat e diaspora, o ka shumë nga diaspora, kjo është shqiptar, nga Gjermania, nga Londra, nga Italia, është e pamundur nga fjalë. Nga Gjermania, nga Gjermania, Gjermania, shqiptare. Patjetër, një të... Shqipëri etnike! Shqipëri etnike! Shqipëri etnike! Shqipëri etnike! Të dashur vëllezër, publika diaspora e Gjermanisë, vesh një përrejsëri e jeshtë të zakonshme, të shohin mos puni, që shqiptarët tanë, populli i heroik, rinia e jonë, është ngritur e tëra në këmbë. Respekti o zakonshëm! Në dashur nuk dua që sa përgatitur një fjalim, por dua thjesht një përshëndes me vargjet e me gjetës e penës Arben Dypës, i cili ka përshtuar në poemë madhështore Shqipërisë sonë, Shqipërisë re, Shqipërisë etnike, Shqipërisë europiane. Atëre, Shqipëri etnike nuk e di këtë rënd. Më falni, Shqipëri etnike nuk e di këtë rënd. Ne e kërkojmë vetëm s'ka pasur ky vend. Kushtrihet kjo Shqipe në fushë orale dhe kjo Shqipëria jonë quhet natyrale. Quhet
shtetin që ka shkupin, me sa jesë është shkritur, por do të marrin veç në është grabitur. S'mon të rinë kam, një shteti sa juar, mbajnë, me bashkim jemi të bekuar. Po gjithë, në fillim atje të ngrenë kufin, pastaj pëmhan dhe për qamërin. Kur, o shqiptar, mos ka se gjumi. Finalja, kur o shqiptar, mos ka se gjumi. Bashkimi komik është minimumi. Duhet të përshon kufin në hartë, të drejta të konë, veç në zëmënar, të gjithë në një zë, o sot, ose kur, mos mbetet paru, një kam, një flamur, rraf Shqipëria dhe motra me saj, Kosova, Nigerita, Marsia, Lukina, Qamëria, Lagdita, jetë, Tashti kam deri e jashtëzakonshëm të ja fjalës një shqiptar që na ka bërë penal me të gjithë botën. Një shqiptare e jashtëzakonshme e cila Unë ka marrë që se një faqën të gjithë nga unë këtë jepa të gjitha në është të këtë. Duhet këtë në një të brenda të një të personë këtu ka më dhe është këtë fanë. Dhe, një vundem dhe mërëndëm, unë jam këtu sot dhe të thë që jam kontra këti mikrofoni. for
Non-violent resistance is what brings change in this world. And as long as you are a non-violent resistance, you will be the voice of the people. You will be the voice of the old and the young and women and men and children and everybody in America will join your movement to call for a government that they can hold accountable and represent non-violent billionaires. Albania, you are inspiring the world because you are holding the Trump family accountable right now. You are taking to the streets and you are having your voice heard. The world is watching your courage. The world is watching your voice. The world is watching you march, and we are behind you every step of the way. So you keep coming out every night. Come and support your children. But every night you come and you take to the streets and you make sure your voice is heard. Albania, the world is watching. Tani kemi për të dhënë fjalën një personalitet në zakonshëm. Njëri për jush nga generata juaj, ditë më parë, në dojë që babalarë në vitit në vitit në dojë në të mitë të. Unë se kam në 3 janë, në dojë në dojë në shumë në janë. Dhe jam unë, se janë revolucion, jo së profesional të një të të. Në 4 vjetorë në vitin 1910, në do në hapë. Do në hapë kërë regjime komunisht, u arrestohet dhe roa me burga Marqian 25 vjetë. Indjevu në shtëpi shtetit 9 vjetë, ka pëtuar tosë e shumërini. Asa ishe i lirë, se shkuroj kohë më ta. Po, i shoni që pa paruar. Unë jam tu nga kjerëta ime, edhe jam e ju. Jam i risë sa ju, dhe do më shështë pa punë. A i slogane e rama i, në të të konuve, është tjetë diktator. Janë 2 diktatorë zotë, 2 diktatorë. E të rama është diktatorë, pak e rafinuar dhe është originali. Ska rrët të meshme, Shqipëria shqiptare në vdekje të raftarë, është parona, gjigante, e një të të frashën, i bine të frashën, krimtari Bavarësis, shefë Kongresë Banasti, që Barhamedi Shqip, kretari Pavit Kompar, njerës të shurë, personalitetet lartë, që historie i ka fsheu komunizm, ndaj njëra duhet sigurisht, unë i gjovë me ta, ata që janë paronozistë, janë bashkëpunëtorë dhe rritë si për një shtetin një moderne, për të diskredituar figura, që dalin këtu, që janë të hapur, janë të drejtë për drejtë. Mashtrine, e kohës ka mbaruar, e të shola tje, mredit në kurishë. Kujtonë se është tine, është ka kujtë nuk okupon, që historie ka mbaruar, a i mu vazhdojnë të bëjë propagandë. Vazhdojnë të të synet sa ignorante, të pasmohuar mirë. Kurse sot, këtu në të shesh, janë në vjetra inxinjerë, profesorë, jurista, pilotmarë të arte, dhe do ndërtojnë Shqipërinë demokratike. Ju falenderoj nga zemër se të duhet të shumoj minutat për të tjerë. Okej. Ja një sekundë, okej. Një profesor se në të jaskoa nga të lutën. Përshëndetje popull shqiptar. I bëj thirrje drejtorit policisë të Shqipërisë që përbën gati kombëtare që përbën kriminale. I bëj thirrje drejtorit të ushtrisë shqiptare përbën gati kombëtare me shitjen e Sazanit. Nuk shiten asetet kombëtare. Edhe ex-militar Besis nuk shiten, janë Shqipërisë, i përkaqë Shqipërisë. Ato janë sekretet shtetit. Nëse armi në nësën mënë, të të fshet populli shqiptar. Ju jeni krahtar, lironi postët, leja një drejtimin popullit sovran. Malkura qofshit! Atëre kemi profesor
se nga diaspora a Londra, të du të prezentohu. Emri im është Ajtuna. Familja ime ka qenë familje dëshmorë, shqyshi im ka qenë partizan, por kjo nuk të thosë se vetorje tona do t'i shifë. Rama ka thënë që ha fëmi, atëherë ky ka ftuar të qipe lindën, për ne sotë do t'i themi. Në Republikën e Shqipërisë nuk hajë fëmi, në Republikën e Shqipërisë nuk shite dojë tona. Do të kthehemi në Shqipëri, sepse Shqipëria se jona, dhe jo e kryet në tone. Rrofë Shqipëria, rrofë Shqipëria i Zoshit, e Ismail Qemali dhe Skënderbeu, dhe ku Skënderbeu e bërë dhe kakë, se mos ka ne në kokë në bene. Rrofë Shqipëria! Rrofë shqiptarët. Va një mesazh të zakonshëm. Në të shesh nuk ka rëndësi nëse jemi të kapë, nëse jemi të matë, nëse jemi të partime, nuk ka rëndësi. Gjithë jemi shqiptarë. Jemi tu, pa dallim e partjake, jemi vetëm për një qëllim të vetëm. Jemi tu, të gjitha për të rezuar antë shqiptare e në të rëzishëm që në vërë fort në historinë e Shqipërisë. Andaj shkojnë të gjithë, edhe administratën e shkojnë. Ta vinë tu, në asine, mojnë ata, shërtit, nuk në dalë e kot, me rrove që ka, nuk shtën dhe gruat. Familjet e tyre, detelojnë, të qojnë eliminacion. Andaj thotë të gjithë tu, të marrë, të parë, në parti, si me në nota, e një, e stile, e një bashkim zërësh, të të mërdua, Shqipërinë e. Atëre planë të Shqipërinë. Parola që nga bashkojnë qifre ishte Rama Bur Berisha Bur! 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 Parola e tu ishte Shqipëria e re! Edhe për jetë për Shqiptar,